Po ju çon në një argument dhe diskutim tjetër, të cilët nuk i ikim dot lehtësisht dhe kam fjalën për raportimin e dieshëm të kreut të SPAK zot Altin Dumani. Një prej argumenteve që sigurisht la mbresë impresion, por ne mbrëmjen e dieshme, ndonse u morëm gjatë me raportimin e tij në Komisionin e Ligjeve, nuk patëm mundësi ta ezauronim, ishim një prej deklaratave të tij që në fakt bëri bujë dhe nuk mund të kaloj pa rëndësi dhe pa diskutim. E kam fjalën kur zoti Dumani tha ndër të tjera për presionin e jashtëm që i vinte nga indikatorë kur radhiti të parën median, politikën dhe krimin organizuar. Të thuash presion tingëllon shumë, të thuash nga media do duhet ishte publike për të qenë identifikueshme. Kur themi presion nga media, sepse sigurisht po ndalojmë fillimisht në fushën dhe profilin ton. Besoni që zoti Dumani ka fjalën për kritikën dhe ashpërsinë e vazhdueshme që mund t'i ketë shkuar publikisht në adresë të tij nga panelet televizive? Kjo është gjë më normale. A mund të quhet presion, ky prandaj po pyes, flet për presion të jashtëm që shkon nga media si aktor? Jo, kjo është shumë delikate të thuhet kështu, sepse media është një pushtet krejt i pavarur dhe në këtë rast zoti Dumani hyn në vise të cilat nuk i përkasin, se e bën mirë apo keq detyrën e saj media, ka krejt tjetër gjykatës dhe ky është publiku që të dëgjon apo mbyll veshët kur flet, të ndjek me pult në dorë, apo të kalon në kanalin tjetër, të lexon apo të refuzon. Kjo është tjetër gjë. Historia dhe marrëdhëniet e medias me institucionin e SPAK-ut janë pak më të ndërlikuara dhe janë të dyanshme. E para ka të bëjë me faktin që fillimisht një grup dhe një bërtham shumë e vogël në media, s'po përmend shumë emra, po zoti Zogaj për shembull, ka qenë një nga zërat e parë dhe autoritar që e kanë mbështetur fort SPAK-un dhe më pas me rezultate dora dorës që ka dhënë SPAK-u, sidomos në mandatin e zotit Dumani, në betejën e tij ndaj pandëshkueshmërisë. I janë thurur lavde shumë shpesh dhe në shumicën e rasteve të rësisht të merituara, siç ka pasur dhe që ka filluar të vijë më vonë, përdorimi një pjesë të medjes, i segmenteve të caktuara të medjes, nga segmentet të caktuara të SPAK-ut, që e kanë përdorur atë si një palë e pa deklaruar në proceset hetimore. Çfarë kanë parasysh me këtë? Pra pas ka qenë një shfrytëzim dypalësh në këtë rast. Jo, nuk them shfrytëzim dypalësh. Për segmentet caktuara gjithmonë duke pasur edhe sensin përjashtimor për të tjerët. Qoftë ata që e kanë duar trokitur, qoftë ata që e kanë bërë kritikë ndaj veprimtarisë së SPAK-ut kanë qenë në drejtin e tyre. Dhe deri këtu i hym diçka e të cilës nuk kemi tagër ta gjykojmë kush palë ka të drejtë dhe cila e ka gabim. Kjo është tjetër histori. Po flas ajo që është e rëndësishme është përdorimi i disa segmenteve të caktuara mediatike, nga segmentet të caktuara të SPAK-ut, për të bërë, më dëgjoni me vëmendje, palë në proceset penale. Botimi dhe publikimi shpesh i çuditshëm i pjesëve të caktuara të dosjeve kanë krijuar perceptime të gabuara, kanë krijuar ndjesi fajësie, kanë qenë shtysa fillesa e gjyqeve popullore, kanë prishur dhe kanë helmuar gati në mënyrë të pandrejtshme atë që quhet proces i drejtë dhe i ndershëm ligjor. Dhe Vangjeli, në idenë tuaj, është kjo përgjithësi e këtyre segmenteve të drejtësisë, sepse çdo lloj media do të ishte shfrytzuar dhe sigurisht që do t'i përdorte ato. Prandaj po them, pra media këtu është e pafajshme. Fajin e ka kasaforta që ka lejuar të hapet dhe rrjedhjen e tyre. Dhe deri tani ne nuk kemi asnjë fajtor nga matan gardit të SPAK-ut, kush e ka bërë një gjë të tillë, kush i ka pilotuar apo spinuar materiale të tilla. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është për pikën e parë, për të tjerët. Do diskutojmë më gjatë, zoti Zogaj, çfarë ka parasysh Altin Dumani kur flet për presion të ardhur nga media sipas jush? Po mendoj ka parasysh një lloj. Dhe nëse më lejon vetëm një detaj. Nga të gjitha ajo trup, sepse tani flasim për parimet dhe unë nuk duhet të ndalem me emra të përveçëm, 3 ose 4 emrat prokurorësh të SPAK-ut, ku natyrisht i pari është zoti Dumani, unë i përjashtoj nga kjo rrjedhje. Keni fjalën për rrjedhjen e dosjeve dhe informacionit? Nga rrjedhjen e dosjeve dhe të informacionit. Përkundrazi, Dumani tenton të ketë edhe një komunikim, ka komunikim informal me shumë gazetar, ka përdorur her pas here takime informale me gazetar të terrenit, me gazetar të kronikës, është përpjekur të flasë, të komunikoj zyra e shtypit
në mënyrë të drejt për drejt ka dhënë përgjigje rast mbas rasti çdo kërkese për informacion, ashtu si kundër, ju thash edhe një herë, ka pasur segmente okulte atje brenda që kanë bërë këtë gjë tjetër. Në fakt, këtu do më duhet të bëj një ndërhyrje, sepse keni të drejtë bashkoj me ju, s'pak është shumë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm në raport me ato çfarë ndodh në tryezat mediatike dhe publike si kjo e jona, edhe mbrëmjen e djeshme dhe sonte kanë treguar një vëmendje maksimale për diskutimin që ne kemi bërë për zotin Dumani, dhe sapo më ka ardhur një mesazh reagimi që vjen nga zyra e shtypit zotit Dumani, që flet një prej çështjeve të cilat ne kemi trajtuar mbrëm, por do ta lexoj pas pak. Zoti Zogaj, kur flet për presion, çfarë ka parasysh zotit Dumani? Unë me drejtën e kam ndjek djetë seancë, jo plotësisht, ishte edhe emisioni, por nuk e ndëgjova në mënyrë eksplicite, por pavarësisht se çka ka thënë ai ne. Presioni jashtëm që vjen nga media, politika dhe krimi organizuar. Patjetër ne jemi dëshmitar, domethënë të një, si thua, po them unë, aleance, po them, të gjitha forcave që kanë qenë dhe janë kundër drejtësisë së re, të cilët i kanë drejtuar shigjetet e tyre në mënyrë të vazhdueshme kryesisht kundër Dumani, i cili e mishëron, si më thënë, gjithë jo vetëm shpresën, por edhe operandin, po them, punën e drejtësisë së re, pavarësisht se SPAK-u është vetëm një hallkë e kësaj drejtësie. Unë mendoj që SPAK-u ka arsye dhe vetë, sidomos edhe vetë Dumani ka arsye që ndihen krenar për punën, do të japin më shumë, si më thënë, hapësirë asaj që është mbështetja që ju jepet. Në mënyrë vazhdueshme, rreth 70% e publikut në Shqipëri ka mbështetur punën e SPAK-ut dhe drejtësisë së re në përgjithësi. Armiqtë e SPAK-ut janë ata të akuzuar. Aleanca e të ligës. Unë s'po thënë aleanca të akuzuar, sepse çka bërë SPAK-u? SPAK-u ka themeluar kulturën e ndëshkushmërisë në sferat e larta, ka zgjidhur krizën e drejtësisë shqiptare që ka qenë kriza e hetimit në sferat e larta. Për herë të parë SPAK-u çon ligjin në zonat ku s'ka shkel për 30 e sa vjet. Për herë të parë krizën për dhënien e ndëshkueshmërisë, por jo drejtësisë. Alba, kriza e drejtësisë në Shqipëri ka qenë pikëpari kriza akuzës, se kur s'ke akuzë, s'ke as gjykatë. Tani gjykatës i ka ardhur rradha, sepse akuzat që kanë ngritur SPAK-u, një pjesë i kanë kaluar gjykatës, disa janë gjykuar, tjerat janë duke gjykuar. Pra jemi në një, si thuash, dinamik normale të funksionimeve të institucioneve. Ata që politikanët e akuzuar dhe të hetuar, ka kohë që përdorin një gjuhë të papërshtatshme, të papranueshme, linçuese, kundër akuzës, unë nuk e shoh kundër, kemi të parë politikanë që akuzohen në tërë botën, ata synojnë ta gjejnë drejtësinë. Gjithë të zezat e kanë thënë. Një minutë. Gjithë të zezat e kanë. Drejtësia bëhet në aulën e gjykatës. Ata e kanë me akuzën, se nuk duan të akuzohen. Nuk duan të akuzohen. Kështu që nga kjo pikë Kjo nuk është çështje vullneti. S'është çështje vullneti, po duhet të them këtë gjë që kjo është një betejë. Unë mendoj që SPAK-u dhe Dumani që, si thuaç, i parë mes barabartëve që e mishëron suksesin e SPAK-ut, duhet ta marrin si të mirëqenë këtë gjë. Nuk kanë pse të impresionohen që të akuzuarit, domethënë, shpërthejnë kundër tyre vend lëvizje, mjetet fuqishme që kanë, dhe kur themi për mediat, mos harrojmë se faktorët politik kryesor në Shqipëri kanë dispozicion mediat fuqishme. Pra ju po thoni që Dumani në këtë rast dhe kasta e tij duhet kenë imunitet në këtë drejtim. Presioni nuk duhet jetë lajm për ta dhe as impresion. Por vërteta është kjo që një pjesë jo e vogël e shtypit, tu nuk bi plotësisht dakord me, janë bërë pjesë e narrativave që prodhojnë të akuzuarit dhe janë vënë dispozicion. Ne gjithë kemi kërkuar ndër vite që akuza mos qëndrojnë në nivelin e foltorëve, sepse ata e helmojnë shoqërinë kur janë në nivelin e kafeneve, të institucionalizohen dhe të kalojnë në nivelin e hetimit. Dhe akuzat që zbardhen në institucionin e hetimit i bëjnë mirë shoqërisë. Kujto. Zoti Zogaj, ke para ato faksimilet që dalin PDF-t, që shikojmë telefona ne? Dosjet të sa qarkullojnë në telefon. I ke para ato? Ato nuk i bën media. Edhe media më e atyre atë akuzuarve më të ligjë, e aleancës së ligjëve që tha Lorenci. Ato PDF që dalin fletët e dosjet që janë PDF. Ajo shkeli, mund të më shkeli ligje. Po nga tile? Du të hetojnë.
Për mu du të Jo, hetë. nga mund të dali logikisht. S'ka një Përveç se nga segmentet e drejtësisë që i Ka pozitojnë ato. një institucion S'është tjetër, hetuar sepse asnjëherë. janë pyet avokat, të lutem. Aty pastaj ka edhe kështu. Shka se unë dëgjova 5 minuta, që të dëgjova 5 minuta, sa flas unë pastaj ndërpritet. Flas më për zotë. Jo, zoti Sura, ju më përgjigjeni konkretisht tani përveç Të dalë faksimileve. SPAK, të dalë kryetari i SPAK-ut, Altin Dumani, të ankohet për median, është ne ju në të mbyllim gojën. Jo, unë po ju Sepse pyes për diçka tjetër në vetë interpretimin mos tuaj, e kur kesh- flet për presion nga media, e ka të barazvlefshme me kritikën që mund shkojnë në adresë të tij për punën dhe cilësinë e hetimit të SPAK, apo ai thot ndoshta presion. shkon përtej kësaj. Ai thot kur presion. flet për presionin e medias, mund të ketë Unë diçka nuk e tjetër. di zoti në Sura. media, dhe ke quajnë media janë televizionet, me portalet, gazetat, kjo forumi ynë, platforma jon, platforma e gjithë emisioneve të tjera. Dhe në këtu, nëse ka analist, politikan, që thuan nuk ka hetuar, kjo s'është presion, nuk ka hetuar, është kritik. Heto më shpejt, je selektiv. Këto janë kritika. Këtu kjo është Kjo është kritikë pozitive publike në adresë të përmirësimit po të edhe punës në së qoftë se SPAK. një politikan i thot ti je janshëm, kjo është preje, Normal. kjo është normale, Prandaj kjo është pyes, preje. a është ky shqetësimi i zotit Dumani apo ka Dhe diçka kjo tjetër? është që të mos pranosh elementet e thjeshtë të ABC të demokracisë që unë Gjithmonë të nëse shpreh. është kjo, ajo që e quan presion Nuk Altin është Dumani. mësuar. Unë mendoj se prokurorët duke qenë si tipologji njerëzore që janë shumë skrupuloz, shumë introvert, shumë kërkues, jo në skenat, jo në dritat e skenës, jo në fokusin e mediave gjithmonë, në gjithë botën. Nuk japin intervista, nuk dalin në për konferenrale tek, dhe nuk e kanë të mësuar. Një, dhe e dyta, nuk janë nërshë ambientuar, nuk janë të ambientuar. Dhe dy, ajo pritshmëria, ato sondazhet i të preqi, të rrisin edhe pushtetin. Dhe ndoshta dhe delirin. Janë bërë pushteti i veçantë ata, duke qenë pushteti veçantë. E kupton, kanë edhe... Po thoni në sekondat e fundit se do ta mbështetësuese shqetësimi tjetër. Prokuroria duhet jetë të gjyqësori, jo pushtet me vete. Është akuza, është pjesë. Ata janë bërë, si me thënë, që thoshim kasta e prokurorëve, kupton, Republika Ndoshta Prokurorëve. mbështetësuese shqetësimi tjetër i tij. Si është kjo Republika Prokurorëve? Për politikën e keni Jo, fjalën. unë nuk e mendoj deri këtu, thash që unë i mendoj ata, do me thënë që ta kam thënë djetë, a them edhe prapë, që SPAK-u në finale për mua është goditi opozitën në mënyrë zhbalancoj demokracinë në Shqipëri. Po por e shihni një pushtet në hiperbol. Unë po thoja që më shqetësues duket shqetësimi tjetër në retorikën e tij që flet për krimin organizuar dhe politikën. Krimi organizuar jemi dakord, po diskutohet ajo. Është edhe një e tretë që nuk është përmendur, që është biznesi. Që ai nuk e ka përmendur në deklaratën e tij eksplicite. Po jetë ju e them unë. Gabim që se ka përmendur ndoshta. Ndoshta e ka harruar, besoj. Por unë di që ka një ndikim dhe ndikim shumë të fortë. Ndikim apo presion? Ndikim edhe presion. Edhe burimet të ligat të medias furnizon edhe në këtë mënyrë. Janë si puset të nëndeshëm që furnizojnë këtë ujë të pisët kundër SPAK-ut, në atë pjesë që ai mund ta quajë presion. Kurse unë them, politika është në blok kundër SPAK-ut, sepse po prish statu quo-n. Dhe është kundër edhe politika që dërë troket, edhe ajo që mallkon. Ndryshon vetëm tipologjia, po përfundimi është i njëjtë. Është kundër edhe kur thot kemi duruar 5 vjet, por tani do ta çojmë në shinat e lishmërisë, kur e thot kryetari i majorancës një gjë të tillë, po është po e njëjta histori, është po e njëjta ana tjetër e të njëjtës monedh, kur thot kreu i grupit kriminal Altin Troplini. Këta janë ashtu. Prandaj të njëjtin shqetësim pavarësisht retorikës së tyre publike. Ka raste të cilat nuk janë bërë publike, po përfaqësues të krimit të organizuar, jashtë, kanë kërcënuar me emër dhe mbi emër Patjetër, me këtë jemi dakord me atë që është e dënueshme dhe skandaloze dhe duhet rritur prokurorët e masa. SPAK-ut. Po, Dhe në mënyrë u tha të dje në komision, jashtëzakonshme. u tha dje në komision. Ashtu si kundër, ky është detaj që kalon, dhe zakonisht këto lloj detajesh janë shtrati ku flet djalli, këtu e bën gjumin për 7 palqefe vet djalli, është presioni që vjen në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme nga biznesi. Kur flasim për korrupsionin në një politikani, ai do ta bëjë këtë gjë në marrëveshje me një biznesmen. Shumë biznesmenë kanë kaluar Këto atë janë presione dhe ndikime që vinë nga biznesi i cili mund të jetë klient potencial i zotit Dumani dhe SPAK-ut? Klient potencial, nga ata të cilët e kanë kaluar gardin, janë pyetur, kanë pasur probleme, janë të lidhur me politikanë të caktuar në A mund të bëjnë dosje. klientët presione?
Po më dëgjoni pra çfarë po them. Me atë të cilët nuk mund ta bëjnë me pak para, mund ta bëjnë me më shumë para dhe me mënyra dhe me forma të tjera. Dhe meqense edhe një pjesë e biznesit është në Shqipëri është e kriminalizuar, ja ku e keni dhe përgjigjen e pyetjes suaj, e cila lidhet në këtë trekëndësh as pak të lavdishëm. Politik, biznes, krimi i organizuar dhe media pastaj që vjen vërdall si i zhyturi brenda këtij trekëndshi Bermude. Po që duket se është pjesë e këtij trekëndshi. Pak sekonda publicitet dhe rikthehemi me pjesën e tretë dhe të fundit. Fjalia e fundit. Juve thatë që kishit një Atëherë, meqense jemi tek zoti Dumani, po e lexoj. S'pa ka qenë i vëmendshëm në diskutimin tonë të mbrëmjes së djeshme dhe kërkon zyra e shtypit pranë zotit Dumanit të theksojë që deklarata e zotit Dumani për statusin e prokurorëve të posaçëm është më e madhe se sa vetë ai. Domethënë, është institucionale, sqaron stafi i tij dhe jo personale. Duhet të nënvizoni me patjetër këtë thotë, sepse është e rëndësishme. Shtojmë edhe dikum edhe më tej. Ne dije tham këtë gjë, është një akt i sakrificës. Suksesi kalon vetëm nëpërmjet portës së ngushtë të mundimshme të sakrificës. Dumani për të shmangur çfarëdo lloj keqkuptimi, çfarëdo lloj abuzimi mbi këtë deklaratë, çfarëdo lloj gishti që i drejtohet atij për t'i thënë që po e bën për egoizmin tënd, thotë unë po largohem, por shqetësimi im është për institucionin. Në fakt paneli ynë kryesisht akt sakrifice dhe komplimentoi me duar trokitje atë zotit Dumani. Keqkuptimi i madh që vazhdon të konsumohet në Tiranë është ky. Ne e dim institucionin individ dhe individin e dim institucion. Dumanit e te kaloj këtë gjë. Po tenton të na ritheksoj edhe një herë këtë sonte. Dakor, dhe ne theksojmë prapë, e them edhe një herë që media gjitha, domethënë, duhet që të jenë aktive edhe për të vënë dukje atë që shkon të spaku. Po ama, tu ka ndodhur një gjë që ajo përpjekje që shoh unë për të hedhur, dhe kam thënë dhe një herë nga vaska bashkë me ujin dhe foshnin, ajo është shumë e dëmshme. Është të kthehemi mbrapa. Unë mendoj që Shqipërisë nuk i ka ndodhur një gjë më e mirë se spaku këto 10 vjet. Me gjithë metat që ka. Ka ngjitur ligjin aty ku ishte ndaluar shkelje. Më e mira një dekade, ne kemi pak sekonda publicitet dhe rikthehemi me pjesën e tretë dhe të fundit të trialogut për sonte.